Mirë se erdhët të dashi në Letra Trefejnë, do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur, kjo javë fillon me një energji shumë interesante, do thosha. Nuk duket sikur një javë ku gjërat do të vinë me zhurmë, dramë, përkundrazi. Duket sikur ajo periudhë kur universi po ju jep ta them, mundësi të vogla që më vonë mund të bëhen shumë më të mëdha. Por ka një kusht të duhet vini re, sepse një pjesë e dashëve duket sikur ka qenë aq të fokusuar tek ajo që ju mungon, sa e rrezikojnë të mos shohin ato që po vinë. Kjo është një javë ku duhet të hapni sytë, jo vetëm zemrën. Rendi i parë është jeta, puna, karriera dhe ekonomia, të dashur, dhe fillojmë me mbretëreshën e shpatës. Mbretëresha e shpatës, apo e shpatave, kjo tregon se po hyni në një javë me mendje shumë më të kthjellët, të dashur dashi. Nuk jeni në humor për përralla, nuk jeni në humor për justifikime. Duket sikur kohën e fundit keni filluar të shikoni gjërat më realist se që bëni zakonisht, dhe sinqerisht kjo ju bën mirë. Sepse disa dash kanë kaluar muaj duke pritur që dikush tjetër të ndryshoj. Ndërsa tani po kuptoni se ndryshimi fillon nga vetja. Faqe e kupës, të dashur, faqe e kupës, pikërisht kur fillon të mendoni me kthjellësi, ta them kështu, del faqe e kupës. Kjo është një letër lajmesh, mundësi, ofertë, ide, një mesazh. Diçka e vogël që në fillim mund të mos duket shumë e rëndësishme. Sepse shpesh dashi kërkon elefantin dhe nuk e sheh diamantin, ta them kështu. Mos e nënvlerësoni këtë një mundësi, pra, vetëm sepse vjen në një paketim të vogël. 4 të monedhës, më 4 të kupës, kjo letër pra tregon pikërisht rrezikun. 4 kupa tregojnë dikë që është lodhur duke pritur, dikë që mendon, po, kam dëgjuar edhe më parë premtime, në atë kuptim, dhe për këtë arsye mund t'i humbi një mundësi e mirë. Kjo javë ju kërkon të mos bëheni cinik, dashi. Po, përdorni logjikën, po, kontrolloni faktet, por mos e mbyllni derën para se të shihni kush po troket. Do thot, diçka në punë që vërtet duhet t'i jep një mundësi apo një shans, ta them, kësaj gjëje që të mund të ecni apo të arrini atë që dëshironi. Rendi i dytë është i kushtuar për dashurinë, për ata që janë në lidhje. Mbretëresha e kupave është energji shumë e bukur. Kjo është letër e ndjeshmërisë, e kujdesit, e aftësisë emocionale. Duket sikur partneri ose vetë ju do të jeni shumë emocional këtë javë, por jo në mënyrë dramatike, në mënyrë të ngrohtë. Mund të ketë biseda që ju afrojnë, momente që ju kujtojnë pse jeni bashkë, momente të vogla që vlen më shumë se dhuratat e mëdha. Sepse ndonjëherë një si je e sinqert ka më shumë vlerë se një buqet me lule. 6 të monedhës, më në fund duket sikur po afrohet dikush që jep atësamet për ata që janë beqar, apo mund të jetë dhe kjo në lidhje, po afrohen gjërat. Jo dikush që kërkon të bëni gjithë punën, ta bëni ju vetë. Jo dikush që zhduket sa herë bëhen gjërat serioze. Kjo është energji shumë më e pjekur. Mund të vijë një njohje kur gjërat ecin natyrshëm dhe pa lodhje, dhe për shumë dash kjo do të jetë diçka e re. Sepse jeni mësuar të vraponi pas njerëzve që vraponin larg, ta them kështu. 9 të kupës, të dashur. Për ata që presin tri bashkim, 9 të kupës është interesante. Kjo nuk flet fillimisht për një person tjetër, flet për ju. Sepse para se të ndodh apo çdo ribashkim, duhet të ndodh një pajtim me veten. Kjo letër tregon më shumë, apo që shumë dashë po afrohen drejt një pike ku ndihen më plot edhe vetëm. Dhe paradoksi është se pikërisht atëherë fillojnë të ndodhin gjërat.
Për disa mund të ketë komunikim, për disa afrim, por mbi të gjitha kjo letër tregon kënaqësi personale dhe pastaj, kujt i duhet një ribashkim. Në këtë mënyrë shikoj, sikur një pjekuri nga ana e juaj të dashur. Për gjithë ata që janë po afrohen, për gjithë ata që s'kan do gjejnë dikë që do jetë ndryshe nga ajo që keni përjetuar. Rendin e tretë e kam bërë që t'i përmbledh një ardhme apo një përmbledhje nga gjithë leximi juaj. Kjo javë nuk është javë mrekullishe, është 8 të monedhës, është javë ndërtimi. 8 të monedhës thotë se ajo që bëni tani do të jap rezultate, absolutisht do të jap rezultate, prandaj mos kërkoni fitore të menjëhershme. Kërkoni progres, një hap sot, një hap nesër dhe një hap pas nesër. Dhe papritur do të shikoni pas, do të kuptoni sa larg keni arritur. Por këtu kemi dhe hënën të dashi dhe paralajmëron diçka. Mos besoni çdo frikë që kalon në mendjen tuaj, një mosbesim, një skepticizëm që do t'ja dilni. Jo çdo shqetësim i juaj është paralajmërim. Jo çdo dyshim është intuit. Disa janë thjesht lodhje. Kjo javë kërkon qartësi, si thash filluam me atë, mos merrni vendime të mëdha vetëm mbi bazën e emocioneve apo të momentit. Dhe 10 të kupës, këtu vjen fundi i tregimit apo leximit të juaj, nga vetë letra tregon lumturinë në një familje, sigurinë, stabilitetin. Një nga letrat më të bukura të tarot 10 të kupës, kjo është letra e lumturisë, harmonisë, e njerëzve që ndihen mirë me jetën e tyre, jo sepse gjithçka është perfekte, por sepse më në fund po e kuptojnë çfarë ka vërtet rëndësi. Kjo letër tregon se rruga ku po ecni po ju çon drejt më shumë qetësie, më shumë gëzimi dhe më shumë stabiliteti emocional. Mesazhi të dashur i gjithë leximit të juaj është: kjo javë nuk do të fitohet me forcë, do të fitohet me mençuri. Mbretesha e shpatave kërkon qartësi. Faqja e kupës hjell mundësi. 4 kupat paralajmërojnë të mos i shpërfillni. Në dashuri keni ngrohtësi, balancë, përmbushje emocionale, ndërsa e ardhmja përmbyllet me një mesazh shumë të bukur. Mos u përqendroni tek ajo që ende nuk ka ardhur. Shikoni larg të dashur, apo shikoni sa larg keni arritur. Kjo javë po ndërton themelet e diçkaje shumë më të madhe se sa duket sot dashi. Vazhdoni të punoni, vazhdoni të besoni dhe mos lejoni që frikat ju bindë se gjërat nuk po ecin, sepse në realitet ato po ecin më mirë se sa po e mendoni.